Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në hapësirën kushtuar ekonomisë këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Do të njemi në hapësirën në vazhdim me të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur nga fusha ekonomike. Konkretisht, nga data 1 korrik ka nisur indeksimi i pensioneve për gati 900.000 pensionist me një normë indeksimi prej 2.7%, ndërkohë për herë të parë qeveria miratoi dhe një bonus prej 5.000 lekësh për të gjithë pensionistët. Qeveria ndryshoi gjatë kësaj jave buxhetin me akt normativ për herë të parë për këtë vit, ku janë rreth 20 miliard lekë që do të rishpërndahen në sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë. Ndërkohë, po nga 1 korriku, të gjithë fermerët e regjistruar në Shqipëri mund të aplikojnë për të përfituar kompensimi në masën 10% për produktet bujqësore të shitura. E gjithë procedura do të jetë online. Këtë muaj nisi edhe pritet të nisi zbatimin edhe programi dyfishon ndërmarrjen tënde. Qeveria miratoi edhe kredin sovrane që nevojitet për të gjithë bizneset që do të jenë përfitues të këtij programi. Ndërkohë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun, sipas guvernatorit, inflacioni pritet të jetë kalimtar. Ndërkohë, në emisionin e sotëm, ne do të ndalemi pak më gjatë tek disa vendime të ndërmarra së fundmi nga qeveria, të cilat kanë një karakter të theksuar social pasi i vinë në ndihmë një sër shtresash të popullsisë që janë më në nevojë. Do të ndalemi tek pensionistët, por do të ndalemi edhe disa vendime të tjera që janë marrë me akti normativ ku parashikohen edhe 300 kuota për punësit e administratës publike që do të përfitojnë kredi. Por shohim fillimisht faktin se nga 1 korriku nisi indeksimi i pensioneve. Shohim që norma e indeksimit ka arritur në 2.7%. Kemi një rritje me 0.2% në raport me një vit më parë dhe kjo rritje ka ardhur edhe si pasojë e faktit të rritjes dhe shtrentimit të kostot jetesës ndikuar nga efektet pra që ka prodhuar lufta në lindjen e mesme. Por ajo që vlen të theksohet është se indeksimi po nis 3 muaj përpara afatit, pasi qeveria kishte parashikuar që këtë ta niste në muajin tetor. Por me indeksimin 2.7%, çfarë ndodh konkretisht me pensionet? Shohim që pensioni mesatar rural me indeksimin me normën 2.7% do të ketë një rritje prej afro 320 lekësh, ndërsa pensioni mesatar urban me normën e indeksimit pra 2.7% do të ketë një rritje shtesë pra rreth 543 lekë. Por përveç indeksimit, pra që siç e tham nisi gjatë muajit korrik, po gjatë këtij muaji ka nisur edhe shpërndarja e një bonusi të miratuar për herë të parë gjatë periudhës së verës nga qeveria në masën prej 5.000 lekësh për të gjithë pensionistët dhe sipas të dhënave nga qeveria përfitues janë rreth 777.000 pensionistë. Ne do të ndalemi në emisionin e sotëm për të analizuar pak më gjatë këtë vendimarrje që sipas të dhënave nga qeveria këto vendime erdhën si pasojë e një performance të mirë ekonomike, por rrjedhoi qeveria gjatë kësaj jave ndryshoi edhe buxhetin e shtetit nëpërmjet një akti normativ duke rialokuar gati 20 miliard lekë të ardhura shtesë në buxhet, që siç e shikojmë këto janë ministritë kryesore që kanë përfituar dhe fondin më të madh të parave shtesë në buxhet. Qeveria thotë se këto para kanë ardhur nga performanca ekonomike, por vendimet e marra që kanë një qasje dhe një karakter pak më social vinë në një moment kur i gjithë vendi është përfshirë në protesta qytetare prej më shumë se një muaj. Ne do t'i analizojmë me ekspert të fushës të gjitha ndryshimet e buxhetit të bëra me aktin normativ, por ndërkohë në pjesën e tretë e emisionit do të ndalemi pak më gjatë për të sjellë të gjithë informacionin e nevojshëm ku punonësit e administratës publike kanë të drejtë të aplikojnë dhe të përfitojnë kredi me interes 0% për blerjen e banesës. Për të gjitha këto na ndiqni në emisionin e sotëm. Mirë, në këtë pjesë të parë dhe të dytë të emisionit, në fakt, ne do të ndalemi pak më gjatë për të analizuar dhe për të shtjelluar pak më tej lidhur me vendimet më të fundit të ndërmarrë nga qeveria në 2 javët e fundit, jo vetëm gjatë kësaj jave, pasi disa vendime janë marrë një javë më parë, siç është ai indeksimi të pensioneve, por edhe akti normativ i miratuar së fundmi nga qeveria që parashikon një rialokim fondesh për shkak të një performance pozitive, thotë qeveria, kush kanë qenë sektorët që kanë përfituar edhe fondet më të mëdha shtesë dhe si janë rialokuar ato, do të analizojmë në pjesën e parë dhe të dytë të emisionit, por në këtë pjesë të parë do të ndalemi pak më gjatë për të folur kryesisht për pensionistët të cilët kanë përfituar indeksimin, ka nisur të zbatohet indeksimi që nga muaji korrik pra sekondë reprezentova dhe marrja e bonusit prej 5.000 lekësh. Dhe do të analizojmë në këtë pjesë të parë me dy të ftuarit e mi, që është zoti Endrit Yzeri, zëvendës ministri i Financave, përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon, dhe Eduard Gjokutaj nga Qendra Altax, përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon. Zoti Yzeri, nisim së bashku nga muaji korrik, pra ka nisur indeksimi i pensioneve dhe përfitues janë rreth 900.000 individ sipas statistikave të bëra publike pas mbledhjes së qeverisë edhe nga Ministria e Ekonomisë.
Në fakt, norma e indeksimit ishte 2.7%. A mund të na thoni konkretisht pse pikërisht kjo normë? Pse 2.7? Që në fakt është pak më e lartë se një vit më parë. Norma e inflacionit për 5 muajt e parë të vitit, pra janar-maj, norma mesatare është 2.6% në fakt. Kështu që për aq kohë sa synimi i indeksimit është për herë që të ndjek normën e inflacionit në mënyrë që të ruaj fuqinë vlerëse të pensioneve të individëve, kjo normë, pra norma e indeksimit përputhet në mënyrë perfekte me normën e inflacionit që ne kemi vënë re deri tani në 5 muajt e parë të vitit. Kuptohet, shpresa në fakt është që inflacioni gjatë muajve në vijim të vitit do pësojë një lloj lehtësimi ose një lloj rënje të lehtë, pasi edhe burimi kryesor i rritjes së normës inflacionit gjatë 5 muajve të parë të vitit ka qenë edhe konflikti në lindjen e mesme, të cilin kuptohet të jashtë kontrollit ton, por që besojmë dhe shpresojmë tashmë ka arritur një fazë zgjidhje dhe për këtë arsye edhe furnizimi i treggjeve botërore në mënyrë më të rregullt me produktet e hidrokarbureve do bëj, shpresojmë, të mundur uljen e normës inflacionit. Por kjo vendimarrje me sa shohim është, le të themi, është përshpejtuar, është 3 muaj përpara afatit që ishte parashikuar në ligjin për buxhetin, pra që do aplikojë në tetor. Pse kjo vendimarrje, zoti Zyraj? E shpjeguat ju fare mirë që në fillim kemi patur një performancë pozitive në mbledhjen e të ardhurave, është një performancë pozitive të cilën ne në fakt e kemi komunikuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë daljeve publike të ministrave, pra e kemi qenë në mënyrë të vazhdueshme koshient për të ardhurat shtesë që po grumbulloheshin, dhe si thot edhe politika e mirë, ose le të themi qasja e mirë e menaxhimit politikave fiskale, të ardhurat shtesë që mbiden në fakt duhet i kthehen mbrapa ekonomisë. Kështu që për aq kohë sa ne ishim të sigurt që do të gjeneronim rreth 200 milionë euro plus minus të ardhurat shtesë për gjatë vitit, ishte u pa e arsyeshme që përfitimet e këtyre të ardhurave shtesë ndihen në ekonomi sa më shpejt. Zoti Gjokutaj, ne kemi parë edhe vite të tjera që performanca ekonomike mund të ketë qenë pozitive dhe mund të ketë pasur të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit, por shpejtësia me të cilën ka marrë vendim, le të themi, qeveria kësaj radhe, duket sikur tërheq pak më shumë vëmendjen. Ndani dhe ju të njëjtin mendim që thjesht janë performanca ekonomike ajo që e ka nxitur qeverinë të shkojë drejt një përshpejtimi të indeksimit të pensioneve? Qeveria dukshëm paktën 2 vitet e fundit ka një orientim më të mpret drejt politikave sociale, pra po bën atë që se ka bërë në vitet e kaluara, edhe në raport me vetveten, për te performancës së buxhetit, po dhe raport sidomos me presionet sociale të shtuara për arsye jo vetëm të rritjes së sosietetës, por natyrisht edhe zhvillimeve më të fundit të cilat përshpejtojnë. Dhe po ta shikosh vetë ndryshimet buxhetore, në fakt nuk shkojnë me sinkron me atë çfarë ka nevojë orientimi i ekonomisë, i cili ka nevojë për një diversifikim, po shkojnë te konsumi dhe sidomos nëse e shikojmë të detajuar, shkojnë te politikat sociale që kanë bëjnë sa pensione edhe shtresa tjera nevojë, por edhe te ajo pjesë që ka të bëjë me konsumin që janë pagat e administratës. Dhe gjitha kjo mbron të njëjtën statu quo të ekonomisë, e cila bazohet mbi konsumin në vend të mbështetjes dhe prodhimit. Dhe natyrisht pensionet janë pjesa më e prekshme për arsye se prekin jo vetëm atë çfarë do japin kontribut për arsye se një pjesë e madhe e merr mbrapsht ekonomia, por dhe atë çfarë ata e konsiderojnë si diçka që qeveria mendon më shumë për ta. Në fakt, ne kemi shprehur si qendër që shumë kohë përpara pas analizave të shumta që politikat e pensioneve ose në përgjithësi pensioni kishte pritshmëri tjetër për shkak se qeveria nisi për një reformim të skemës e cila ende nuk ka përfunduar, nisi për një qasje jo më fragmentare, për arsye se subvencionet në formën e bonusit janë plotësime të pjesme, por nuk arrin dot të jenë të tilla të konsoliduara dhe të qëndrueshme për arsye se vetë ekonomia në momente të caktuara mundet të mos ta mundësoj. Për arsye se kemi një ekonomi që bazohet më së shumti kur themi mbi ndërtimin dhe shërbimet dhe konsumi që forcon kërkesën për këto të dy të tjerat, natyrisht to mund të ndryshojnë dhe siç po duken edhe mundet të lëvizin dhe e gjitha kjo na çon në atë qasje që politikat e pensioneve janë duke u bërë më të mira se më përpara, por kanë shumë boslik në raport me atë çfarë nuk është bërë dhe raport sidomos me sfidat që kanë pensionistët dhe sidomos nëse do hidhemi te teme pensionit të denj, pastaj jemi larg ende. A ka dhe një arsye të tretë, pra nëse zoti Zyra i thotë që ky indeksim është përshpejtuar për shkak performancës pozitive, ju thoni që në 2 vitet e fundit qeveria ka një qasje pak më pranë çështjeve sociale. A ka dhe një arsye të tretë, për shembull, a lidhen këto vendimarrje të fundit
fundit edhe me... Pa dyshim, unë e përmenda presioni social, pra protestat janë presion social dhe natyrisht një fare mënyre qeveria ja ka dhënë vetes të drejtën ta zhvendosi datën. Dhe zhvendosje datës nuk justifikohet thjesht me rritjen e tarëve, pasi 5 mujori nuk mund na tregoj dot një performancë aq të qëndrueshme që qeveria të mendoj. Nga ana tjetër, neve nga ana jon, pavarësisht se nuk mund të sfidojnë dot llogaritjet e skemës, kishim llogaritur një indeksim çik më të lartë, me thënë të vërtetën, për arsye se sporta, jo, nuk e vëm diskutim metodologjisë, se ka ndryshuar metodologjia e llogaritjes pensioneve, por sporta vetvete mund të hajë logjik për sa kohë nuk merr konsideratë atë pjesë që azhurnohet vazhdimisht. Për të mos thënë pastaj që shpenzimet e pensionistëve, nëse marrin vetëm pensionistët si kampion, kanë dhe shpenzimet e ilaçeve, të cilat vetvete në të kaluarën nuk kanë qenë më të kushtueshme. Tashmë janë bërë pak më të kushtueshme për shkak të ndryshimit politikave. Ja pra edhe skemat se duhet të updatohen. Nga ana tjetër kemi ngritur pretendimin e sakt që bazuar mbi atë çfarë quhet ligj i minimumit jetik, do t'i bënte politikat automatike dhe asnjëri nuk do të thoshte e bëri qeveria se bëri qeveria, por do ishte diçka që do të planifikojë në kohë dhe do të lidhej më së miri me atë që do kishim në një ekonomi më të qëndrueshme. Zoti Yzeiraj, kur ju thoni që ekonomia ka pasur performancë dhe ka performancë pozitive, a nuk mund të ishte kjo norma e indeksimit edhe më lartë? Unë e shpjegova më parë që në fakt norma e indeksimit është edhe pak më e lartë se norma e inflacionit që ne kemi vënë re deri tani, pra në 5 muajt e parë të vitit, dhe për më tepër, siç e shpjegova, gjasat janë që norma e inflacionit në pjesën e mbetur të vitit do jetë edhe më e reduktuar për shkak të faktit që kriza e linjës mesme, e cila ka qenë burimi kryesor që solli edhe një rritje të normës mesatare të inflacionit në 3-4 muajt e fundit, me shumë gjasa është zgjidhur dhe do të ushtojë presione më të limituar mbi çmimet. Pra, gjasat janë që edhe deri në fund të vitit norma e indeksimit do jetë më e lartë edhe se norma e inflacionit. Pra, është bërë më shumë se sa thjesht indeksim, është tejkaluar edhe vlera kryesore e inflacionit. Po, por kjo normë indeksimi le të themi i ekuilibron apo i mbulon rritjen e shpenzimeve, rritjen e çmimeve? Për këtë kategori. Po, tani për aq kohë sa mbulon normën e inflacionit, prandaj patjetër që ne gjykojmë që e ka ruajtur të paktën fuqinë blerëse. Kuptohet që pastaj, nëse edhe mund të vazhdoj një pjesë e debatit që ngriti edhe zoti Gjokutaj, një politikë fiskale ka gjithmonë dy qëllime, që nga njëra anë të mbështes shtresat sociale, pra të mbështes konsumin, dhe nga ana tjetër një pjesë e investimet vazhdojnë të fokusohen në ato që quhen rritjen e produktivitetit afatgjat, pra në investimet kapitale që në thelb i lejojnë ekonomisë të prodhojnë më shumë të mira dhe shërbime në të ardhmen e saj. Ne besojmë që me këto dy shtylla po i balancojmë këto nevoja në mënyrë të mjaftueshme dhe të arsyeshme. Okej. Në fakt, ne jemi njohur edhe me vendimin për dhënien e një bonusi që po jepet për herë të parë, pra që ka nisur shpërndarjen që nga data 1 korrik. Bonusi për gati mbi 700.000 pensionistë në masën prej 5.000 lekësh. Pyetja që kam është që në një intervistë të bërë këtu nga kjo studio me Ministrin e Financave diku në fund të vitit të kaluar, politika le të themi e qeverisë ishte që do shkohet drejt reduktimit ose shmangjes së dhënies së bonusit, pasi qeveria ka në plan që të rrisi pensionet, edhe ne e pam që nga janari nisën zbatimi i rritjes. Pyetja që vjen natyrshëm është pse duhej ky bonus që po jepet për herë të parë në këtë kohë, kur fare mirë për shembull mund të përfshihej tek indeksimi. Mund të kishim një normë indeksimi 4% dhe ajo do merrej për gjatë gjithë viteve. E para, bonuse janë dhënë edhe në vitet e kaluara, me ciklikalitet jo të rregullt, sepse janë bazuar pikërisht mbi performancat fiskale në momentin e caktuar që ato janë dhënë. Qëllimi për të shmangur bonusin dhe për të krijuar një indeksim të përvitshëm e parë dhe një shtesë që është planifikuar që në fillim të vitit që shpërndahet në mënyrë mujore dhe që ka qenë planifikuar në buxhet, ka qenë pikërisht për të eliminuar në mënyrë maksimale ose për aq sa mund të jetë e mundur çdo lloj paparashikueshmërie në planet e konsumit të individëve. Ne kemi edhe një llogari nga e cila ka dalë edhe pjesa e pensionit, që janë kryesisht shumë thjesht kusimet e vitit kaluar, e të cilat janë përdorur edhe për bonusin që përmendni ju. Kuptohet kjo nuk është një politika afatgjatë, nuk është ky synimi, pra nuk është synimi që politikat e pensionit të bazohen në bonuse, do bazohen në pensionin bazë, pra pensionin që individët përfitojnë,
shtesën që është planifikuar që në fillim të vitit, të cilën ne kemi përfshirë në planet buxhetore afatmesme deri në 2030, pra edhe në planet që kemi të buxhetit, por kuptohet, dhe këtu duhet rikthehemi edhe një herë tek ajo që tha zoti Gjokutaj më përpara, që të gjitha këto janë masa afatshkurtra, të përkohshme. Një skem pensioni e qëndrueshme është një skem që mbahet në këmbë nga kontributet në skemën e pensionit. E vërteta është që për shkak të gjithë problemeve të informalitetit që ne kemi trashëguar për gjatë 30 viteve dhe për shkak të ciklit demografik që Shqipëria ka hyrë, sasia që ne mbledhim nga kontributet është më e limituar ose më e pakët sasia që na duhet për të shpërndar pensione dinjitoze, pensione të vlefshme. Ajo skem dhe ajo reformë që zoti Gjokutaj e përmendi, po vazhdon. Është një projekt i vazhdueshëm me Bankën Botërore, kuptohet që do të ketë elementet asaj që quhet kolona e 2 dhe kolona e 3, pra përdorim të që jeni akoma negociata, nuk është finalizuar ende. Po kuptohet sepse ka elemente të rëndësishme për sa i përket politikë bërjes publike, por që do të përfshin në thelb elemente të investimeve të individëve për gjatë jetës së tyre në fonde pensioni publike apo private, në mënyrë që një pjesë të pensionit ata ta përfitojnë nga kushtimet e tyre, jo nga skema. Sepse skemat tradicionale ku individët që punojnë sot paguajnë për të mbajtur në këmbë ose për të mbajtur në këmbë pensionet e individëve që janë sot pensionistë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo po përballen me një sfidë të jashtëzakonshme për shkak të trendeve demografike. Zoti Gjokutaj, a duhet të presin ose i kemi mësuar pensionistët me dhurata të herpasershme, nëse mund ta quaj kështu bonusin, kur fare mirë këto mund të ishin reflektuar në një normë të lartë indeksimi? Ne kemi përmendur për ashtu. Fjala bonus fakt është ironike me situatën e pensionistëve, pasi presupozohet që e ke marrë atë që të takon përmjet indeksimeve mjet një pensionit të denjë dhe natyrisht të jepet diçka shtesë me qëllimin që kjo të i shërbej më mirë për mirësimit të mirëqenies së pensionistëve. Në fakt, ajo përpiqet të kompensojë atë pjesë që smerret nëpërmjet indeksimit dhe nëpërmjet problemeve që ka skema në vetvete të cilat janë të mbartura, për arsye se skema jo vetëm ka atë çfarë tha zoti Yzeiri, problemin e kontributit në raport me përfitimi, po ka dhe ato çfarë vuajti nga informaliteti viteve 90, të cilët tashmë ka rritur numrin atyre që quhen kontribute të pjesme që marrin jo tamam, po marrin pak. Edhe pse po bëjmë përpjekje, natyrisht që ajo është grop aq e madhe sa nuk mbushet dot me asnjë lloj reforme. Dhe do thosha që gjithsesi kjo i përket të ardhmen dhe sikur të bëhet. Pjesa e futjes kolonave të dyta, për arsye se ka të bëjë me kontributin sot për përfituar nesër. Por ajo çfarë ndodh sot me bonuset është e tillë që më së shumti është një politikë e mirëfillt me qasje elektorale me qëllimin që t'i shërbej qeverisë në kuptimin që unë po jap mirëqenie. Natyrisht që neve kemi analizuar dhe me atë çfarë ka deklaruar kryeministri që do lidhim rritjen ekonomike siç sa në fund vitit 2025 me atë që tha zoti Yzeiri që tepricat e mos përdorimit të buxhetit u futën në një llogari të caktuar, e gjitha kjo ka të bëjë me një politikë shumë të madhe. Për arsye se nevojiten fonde të fuqishme, siç ka bota, pra jo llogarit posaçme, këto janë përpjekje për të bërë atë çfarë nuk është bërë apo çfarë ka mbetur mbrapa. Duhet të themi që ndaj pensionistëve ka shumë borxhe të cilat sado përpjekje të bëhen sot, natyrisht janë përpjekje të mira, të lavdërueshme, por kanë të bëjnë me atë që ne jemi mbrapa. Maqedonia për shembull atë skemë është shumë më përpara në skemën e këtyre pensioneve, apo nuk ka të bëjë vetëm me skemën e pensioneve private, ka të bëjë me një reformim të gjithë asaj çfarë është një tranzicion. Pra, do thosha që politika e bonuseve është një politikë që përpiqet të jap çfarë të mundi me qëllim që të rikuperohet sado pak ajo, të themi, qasja atyre pensionet të ulta që janë në prag apo të rrezikuar nga varfëria. Zoti Yzeiri, me këto dy masa për kategorinë e pensionistëve, me indeksimin dhe me bonusin, po ndihmojmë, po japim një ndihmë pensionistëve apo po japim dinjitet? Besoj që po japim të dyja, duke qenë shumë koshient që e mira nuk ka fund dhe që patjetër një pjesë e tyre mendojnë me të drejtë që meritojnë diçka më shumë, por siç e përmendi zoti Gjokutaj, një pjesë e madhe e kësaj grope, këtij hendeku në skemën e pensioneve është krijuar kryesisht gjatë viteve 90. Dhe janë sot në pension janë pikërisht individët që kanë punuar, kanë qenë në tregun aktiv të punës gjatë viteve 90, të paregjistruar, të paformalizuar, nuk kanë dhënë asnjë lloj, nuk kanë paguar asnjë lloj kontributi, të paqartë mbase edhe për çfarë i prisen në të ardhmen, duke filluar që në vitet 2000, patjetër në dekadat më pas,
zhvillimi i sistemit bankar, zhvillimi i sistemeve digjitale, kuptohet që na e ka rritur të gjithë aftësinë për të gjurmuar ekonomi, për të gjurmuar aktivitetin ekonomik, për të gjurmuar pagat, për të gjurmuar kësaj edhe kontributet në skemën e pensioneve, por kemi një hendek prej gati 10-15 vitesh që nuk është e lehtë të mbushet. Për këtë arsye, kemi një sër masash, janë afat shkurtra apo afat mesme, dhe kuptohet zgjidhja finale e problemit pensioneve, është ajo që ka përmendur reforma, që në fund i bën edhe vetë individët përgjegjës për kursimet e tyre afat gjata. Okej, dhënia e këtij bonusit, zoti Yzeiraj, gjatë periudhës së verës, acënon atë që është tradicionali i fundvitit apo jo? A mund të acënoj? Bonusi i fundvitit ka qenë gjithmonë opsional, nuk ka qenë asnjëherë detyrues. U kthye në ligj, vitet e fundit u bë ligj. Dhe ne pikërisht për të ulur paparashikueshmërinë e bonusit kemi patur shtesën e pensionit që vinte nga buxheti i shtetit, pra jo nga skema e pensioneve, që e kemi formalizuar, pra atë shtesë që marrin pensionistët në mënyrë të përmuajshme, duke filluar që nga janari i këtij viti. Dhënia ose jo e një bonusi tjetër në fund të vitit do jetë diçka që do varet, kuptohet edhe nga performanca e ekonomisë deri në fund të vitit. Por me ligjin e buxhetit aktual, qoftë edhe me rishikimin e tij me aktin normativ, shtesa e pensionit tashmë është shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme gjatë gjithë muajve të vitit. Okej. Po nga kjo shpërndarje e njëtrajtshme gjatë gjithë vitit, zoti Yzeiraj, të dhënat flasin se janë rreth 80.000 pensionistë që nuk përfitojnë, janë përjashtuar nga kjo skemë, nga përfitimi. Gjithsesi, zoti Gjokutaj, për ta përmbyllur këtë pjesë të parë të çështjes së pensionistëve, e cënon apo mund ta cënoj ky dhënia e këtij bonusi të verës atë të fund vitit? Se deri në gjetjen e një konsensusi të skemës, atë çfarë ka ngjarje Shqipëria vitin tjetër zgjedhjet, të cilat në fakt nuk i ndalon kodi zgjedhor zgjedhjet lokale, por ka një kufizim, paktën për zgjedhjet e përgjithshme që 4 muaj përpara nuk merren vendime me këtë lloj efekti. Do thosha që në atë çfarë qeveria tashmë e ka pasur krijuar si një normë, pra nuk ka rregull të shkruar, ajo është ai thotë zoti Yzeiri, e ka lidhur me performancën e buxhetit apo me atë çfarë ka të bëjë sa shpenzime janë kryer, sa janë kryer, bën një bilans të themi, dhe besoj duke qenë se qeveria e ka bërë si normë dhe duke pasur edhe presionin, pra i ka mësuar pensionistët, duke pas dhe presionin e zgjedhjeve, më së shumti do anoj, pavarësisht shuma, kjo është tjetër gjë, do anoj të dhënie e tyre. Besoj unë, pa këto janë politikën e bonusit. Pra unë flas nga jashtë. Po, mirë, do presim e do shohim. Në fakt kemi mbritur në fund të kësaj pjese të parë të emisionit, kemi një shkëputje të shkurtër publiciteti dhe do rikthehemi në pjesën e dytë për të folur për ndryshimet e aktit normativ që ju bë buxhetit të shtetit të vitit 2026, si do rishpërndahen paratë e mbledhura shtesë, vetëm pas pak.